E kuptoni o që do bëhet Shqipëri, ma? Do në ashtoj një taks tre për naftën. Se s'ta mjaftonin ato që kishim deri tani. Lajmi është që thonë që do bëj një depo për 90 ditë krize. A thotë sigur si jemi në krizë çdo ditë ne. 520 milion euro është fatura për ta marrë në gjendje puna atë depon. E kush do i paguaj? Kush thonë jo? Tash ne e di që jemi në krizë të çuna se. Vetëm Shqipëri e mushim me 20.000 lek makinën. Bëjmë vajtje ardhje Durrësin edhe çan ngele këtu. Tash i dihet se këtë faturë do e paguajmë ne, qytetarët, se Shqipëria s'ka lek, por ka ide brillante për të na e marrë, ato që na ka ngel. Në Shqipëri nafta është bërë mall luksi. Është bërë si ai parfumi që blen në aeroport që e blesh tren, po u zbret poshtë pallatit i ka ikë era.